teleshikues, jemi zhvendosur tani në hapësirën e intervistës dhe do të flasim për aktualitetin politik. Me mua është bashkuar në studio opinionisti dhe drejtuesi i emisionit Arena, Dritanila. Zoti Ila, fillimisht falenderoj për prezencën. Kemi parë një përplasje ditë e fundit ndoshta pa precedent mes ambasadës amerikane dhe prokurorisë së përgjithshme. Sipas jush, pse kjo përplasje? Ambasadës i ka ardhur fundi durimit. Është një kokolepsje e faktorëve politik bashkë me drejtësinë, si produkt i kësaj politike, të cilët mbajnë njëri tjetrin dhe vjen një moment që ambasada amerikane i ka ardhur shpirtin më i hundës dhe është deklaruar hapur. Le t'i lëmë njanë këto budallëqet e tregut shqiptar që Donald Lu ka folur me mendje të vet, superfuqia e botës ka një shërbim diplomatik i cili funksionon në bazë të rregullave. Funksionon shërbimi diplomatik shqiptar kështu lema i amerikan. Ku ti mund të dalësh publikisht vetëm të transmetosh urdhrat e shefit të departamentit të shtetit dhe që janë ato të presidentit amerikan. Pse është arsyeja që kanë dalë kaq haptas? Kemi një reformë në drejtësi e cila bëhet me qëllimin që të pastroj një sistem politik që e ka kthyer Shqipërinë në shtet të falimentuar. Ne jemi shtet i falimentuar praktikisht. Po na rritet vazhdimisht borxhi, nuk jemi në gjendje të prodhojmë asgjë përveç sa emigrant dhe çuditërisht jemi vend antar i NATO-s. Shtetet e Bashkuara që janë fuqia më e madhe ushtarake në botë dhe udhëheqësit e NATO-s nuk duan një posaçi të tillë si shteti shqiptar në prapavijat e tyre. Problemin e kanë me Rusinë, po zhvendoset konflikti në Kinë, pra është një lojë e madhe gjeostrategjike që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë hyrë prej kohës dhe do ta vazhdojnë, loja do rëndohet, po të shikosh ndërhyrjet që ka bërë presidenti i ri Trump dhe nuk mund të lënë një pislëk të tillë korrupsioni ku gjykatat janë bërë bashkë me politikën. Dhe këtu përflas qoftë qeverinë që shkoi, qoftë qeverinë që është aktuale, e cila dhe ajo është zhytur. Mirëpo segmentet e caktuar shqiptar përpiqen ta banalizojnë sikur këtu po bëhet muhabeti në Leskovik ose në fshatrat e humbura të Shqipërisë. Kjo është një politikë e qartë e Shtetit të Bashkuara dhe ndërsa për sa i përket daljes së Llallës, pastaj ata që e vunë, sepse Llalla nuk është ai që e meritonte për prokurori i përgjithshëm. Ka një karrierë shumë modeste në drejtësi, ka pasur gjithmonë emrime politike, ka qenë shefi i LKDP-s. Është një figurë e panjohur i cili u promovua pikërisht për shkak të lidhjeve të shkurtra që kishte me politikën. Dhe e çuan në prokuroritë të përgjithshme që mos bënte asgjë. Llalla s'ka bërë gjatë 5 vjetëve asnjë gjë. Tash i thanë të çuam, hidhun në kundërsulm. Dhe honë në kundërsulm. Mendoni se ishte politik deklarata? Absolutisht e kanë urdhëruar politikisht, është e pashembull që një prokuror i përgjithshëm dalit kundërshtoj aleatin më të madh të Shqipërisë. Po të ishte që nuk kishte një shtytje të tillë, të jemi të bindur që Llalla do kishte vazhduar politikën e tij të 4 vjetëve gjysmë. Nuk do kishte dalë fare të prononcojë. Prononcimi i tij është i pashembull. Prandaj them që kjo është një diçka e cila shkon përtej një konflikti banal të Llallës me të tjerë, me ambasadorin amerikan, sepse ambasadori... A ishte ky një personalizim i institucioneve, duhet të thënë se ndoshta të dyja deklaratat mund të kenë dalë paksa nga kornizat normale? Jo. Donald Lu nuk ka dalë fare nga kornizat normale, e konfirmoi Departamenti i Shtetit që s'ka dalë nga kornizat normale. Dhe këtë e ka bërë për një rast sepse në një shtet serioz nuk është nevoja fare të dalë Departamenti i Shtetit dhe të shkojë zëri i Amerikës, i cili është zëri zyrtar, është radio zyrtare e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, zëri i Amerikës, për të marrë një informacion dhe t'i thotë a është ky qëndrimi i Departamentit të Shtetit, është bërë pikërisht për t'u thënë shqiptarëve që ky është qëndrimi i Departamentit të Shtetit. Dhe Donald Lu, ambasador karriere, nuk mund të dalë 1 centimetër larg vizë zyrtare. Te kalimi i kompetencave është i Adriatik Llallës, nuk duhet të kishte folur fare, të bënte punën e vet, të vazhdonte të bënte punën e vet, ashtu siç e ka bërë, sepse nuk ka më kohë që ta bëj më mirë. Ligji i ri që është miratuar e ka zhveshur nga të gjitha kompetencat, është figurë deri në momentin që do filloj struktura e re që përcaktohet në ligjin e ri kushtetues. Llalla ka dalë jashtë kornizave, Donald Lu nuk ka dalë fare nga kornizat. Si e vlerësonin tërsi rolin e ambasadorit Donald Lu në Shqipëri? Si ka akuza, në fakt kur i bëra pyetje nënkuptoi edhe akuzat e ardhura nga opozita, të cilat shpeshherë kanë akuzuar për ndërhyrje ndoshta më tepër se ç'duhet të ambasadës amerikane. Këta janë qesharake, janë qesharake.
se që është në gjendje të bëj klasa politike shqiptare, neve e kemi parë në 97-ën, e po e shohim për çdo ditë. Në qoftë se nuk do kishin një supervizor, si që është Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, neve do ishin me një katrahur si Maqedonia, ose si Serbia, ose po shtyhemi çikun larg si Azerbajxhani e Gjeorgjia. Në një moment ku në këtë vend ndërthuren interesat e shërbimeve të huaja sekrete, ku Putini po ndërhyn rëndshëm në Ballkan, duke aktivizuar asetet e tija, absolutisht që prania e Shtetet e Bashkuara është vendimtare për orientimin. Tepër jetike. Dhe reforma në drejtësi është jetike për orientimin tonë perëndimor. Është një mënyrë që politika shqiptare të spastrohet jo vetëm nga të korruptuarit, të cilët janë lehtësisht të kërcënueshëm në raste kur agjenturave të huaja ju duhet, por edhe kundër vetë faktorëve të huaj, të cilët mund të jenë lidhur me fuqitë armike të Shqipërisë. Qëndrojmë pak tek përplasja Lladha Lu, kemi patur dy reagime në fakt, një nga Unioni i Gjyqtarëve, por edhe një nga kryeparlamentari Ilir Meta. Fillimisht për Unionin e Gjyqtarëve, cili është opinioni ju? Ishte një reagim i cili i tejkalonte tërësisht kompetencat e tyre. Unioni i Gjyqtarëve është një union i cili është për të mbrojtur interesat e gjyqtarëve dhe nuk është një union i cili mund të japi mend Shtetet e Bashkuara se kujt i jep vizë, kujt nuk jep vizë. Çdo njeri që ka punuar në shërbimin e jashtëm e di se konsulli nuk t'i jep vizë dhe se si pëlqen fytyra jote dhe nuk i jep llogari asnjëriut. Ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë revokuar vizat e 23 gjyqtarëve, të cilët i jesh i sigurt që në filtrat e saj i rezultojnë të korruptuar. Sa për kuriozitet, Shtetet e Bashkuara shpenzojnë për 16 agjenci inteligjencë që kanë më shumë se sa shpenzojnë për mbrojtjen. Për mbrojtjen shpenzojnë $650 miliardë. Imagjino sa shpenzojnë për inteligjencën. Që e din shumë mirë se çfarë bëjnë këta rrugaçët tanë, se çfarë vjedhin janë detyra për kursant këto, që bën se këta flasin në telefon, nuk është se mbajnë veten shumë me qibër. Dhe kjo ndërhyrje e tyre e shoqatës së gjyqtarëve më duket ndërhyrja atyre fukarenve që kanë bënë 5 lekë dhe ju duket vetja i pari fshatit, po mend ju kanë mbetur po ata që kanë, mend e budallajt. Prandaj më duket një reagim prej budallajt, kjo është shoqatës së gjyqtarëve. U bën këta ti mësojnë se kush është demokracia e Amerikës. Këta, që deri dje, edhe sot edhe kësaj dite, vazhdojnë si ja kanë haberin se ç'është bota, ç'është demokracia, ç'është drejtësia. Dhe imagjino, kjo është në fakt më shumë se duhet bërë reforma në drejtësi. Nga këta gjytyrim neve presim të ndajnë e mirën nga e keqja. Është skandaloze. Është një, domethënë, në qoftë se deri dje unë kam qenë në dilemë, sinqerisht kam qenë në dilemë, unë kam menduar që duhet bëhet më përpara reforma politike. Dhe politika, duke zhbllokuar këtë politikë të vjetër që është zhbllokuar në 3 emra, neve do kemi mundësi që të reformojmë edhe gjyqësorin. Po duke parë këtë reagim të gjyqësorit, them që këta nuk e meritojnë fare të jenë as një sekond më tepër në postet që kanë dhe që paguhen nga taksat tona. Meta? Reagimi i zotit Meta më është dukur një reagim i cili... Ishte mbrojtje për prokurorin? Ka bërë një thënje duke cilësuar Agollin, i cili ka ndruar jetë. Do t'ju pyesë edhe për shprehjen. Le ta përfshim të dyja në një pyetje që një çmendur po çmend një vend. Nuk besoj se ka pasur për zotin Donald Lu. Ka boll të çmendur ky vend që ta çmendin Shqipërinë. I kemi në listën e protokollit të shtetit shqiptar. O janë të çmendur o janë të paaft që të çmendin njësoj si të çmendurit. Mbrojtja që i ka bërë Donald Lu's personalisht më duket e egzageruar. Nuk ka çështje sovranitetit të hajdutët. Zoti Meta mund ta mbrojë sovranitetin në vende të tjera, po jo në vende ku aleati jon më i madh strategjik futet. Sepse mendoj që ky aleat di 5 gjëra më shumë që di Ilir Meta që mund t'i ofrojë shiku i Visho Ajazit. Pra për ju koka e çmendur që citoi Ilir Meta nuk është absolutisht Lu. Jo, absolutisht Lu, i bie të jetë çmendur Meta pastaj. Në fakt jemi në prag të zgjedhjeve parlamentare, si ka patur një sër përplasjesh edhe brenda koalicionit. Ju si i komentoni këtë lëvizje? Janë lëvizje që... Shkarkimi i Manjanit, deklaratat e ministrit Koka?
Janë lëvizje brenda koalicionit për të përcaktuar pozicionimin e tyre. Janë çështje të cilat kanë lidhje me bisedimet e ardhshme se si do të pozicionohet PS-ja dhe si do të pozicionohet LSI-ja në raport me njëra tjetrën. Sa të fortë e shihni koalicionin? Besoni se do të ketë bashkëpunim edhe në zgjedhjet e ardhshme? Të bësh këtë duhet të jesh fallxor dhe unë kam hequr, nuk kam qenë ndonjëherë i aftë në këtë pikë. Është një diçka që besoj do vendoset, së pari do vendoset se a do hyj ky koalicion i njëjtë në zgjedhjet e 18 qershorit. Pastaj mbas kësaj do vendoset se si do dalin numrat e deputetëve dhe se si do t'i bashkojnë këto numra për të krijuar qeverinë në të ardhmen. Zoti Ila, të falenderoj edhe një herë për prezencën tuaj në studio. Edhe unë përftesëm.